Përshëndetje, uroj ditën e mirë, t'ja keni kaluar mirë, edhe ja ku jemi përsëri bashkë. Sot do t'ju tregoj diçka të shumë të lezetshme që ndodhi sot, çfarë ndodhi konkretisht. Në një moment caktuar ditës, gishti im I vogël u zemrua me mua. E di se është puna, tha, nuk du me të pa mua me sy, tha, do t'jemi lirë, do t'jemi pavarur. Si është, thash unë, do t'ish I lirë, do t'ish pavarur. Çfarë do të thonë? Nuk du me të pa mua me sy, tha, kështu si po them unë. Do t'jemi lirë, do t'jemi pavarur. Po mirë, më thash, në rregull, thash, edhe çfarë bëra? E kam lidhur, që mos më shofi. Edhe thash, po thash, je I lirë, thash, je I pavarur, thash, vazhdo për qemin tënd, thash, mua nuk do më kesh më. Nuk do më shofësh më, nuk bezdis më. Bëj si duash. Okej? Okej. Shumë kush nga ju do mendoj ky pas ka rrjedhur. Gjëja e parë që do shkojnë në mendje. Jo, nuk kam rrjedhur, jo. Thjesht e thash këtë për të treguar një të vërtetë që ka ndodhur me neve. Është pikërisht kjo që ka ndodhur me ne dhe Zotin. Në një moment caktuar të jetës, neve kemi dashur vetë jemi të ndarë nga Zoti. Kemi thënë Zotit, e di se është puna. Jam I Zotit vetës. Duhet të jemi lirë, duhet të jemi pavarur. Edhe kjo ka ndodhur pikërisht. Mirë, ka thënë Zoti. Do të jesh I lirë, do të jesh pavarur. Aty ke botën materiale, shive bëj, jepi drejtim. Me gjera fjala, mua nuk do më kesh vërdallë kur të më kërkosh. Kështu që vazhdo, më bëj qef. Edhe kjo histori ka filluar që ditën që jemi larguar nga shtëpia jonë origjinale, që është bota shpirtërore. Edhe nuk bëjmë gjë tjetër vetëm se endemi në këtë botë materiale, pa kufi, pa limit. Lindje, rritje, mlakje, vdekje, lindje, rritje, mlakje, vdekje, jetë mbas jete, cikël mbas cikli. Pra kemi ngelur në një vorbull, se ajo vorbull që krijohet si grop thysse që kemi thënë dikur. Kemi ngelur në atë gropën thysse. Edhe nuk po dim me dalë dot si është ajo. Edhe 5 lekë hyn në vallë, edhe 100 lekë nuk vet dot më. Pse e them këtë? Neve që kur lindim, që sa nxjerrim kokën, lindim duke qarë. Është fakt. Lindim duke qarë sepse e dim se ku po vim. E dim që na pret një botë me sakrifica, një botë me vuajtje, një botë me stres, me ankth, me pasiguri. Nuk dim në këtë moment, për nuk dim 5 minuta më vonë çfarë do ndodhi. Sot jemi në punë, nesër thot pronari, di se është puna, thot, nuk ka më punë, thot. Kur ndali punë tjetër, prapë, do vish. Edhe gjitha këto çfarë bën? Krijojnë atë stresin, atë ankthën, atë pasigurinë, atë për jetën. Jeta shtrëngohet për lidhje më tepër. Sepse gjithë ne që jemi këtu,
Kemi kërkuar artimi të lirë të pavarur, po shikojmë që për njëri tjetrin nuk kemi fort dashur, nuk kemi fort mirë për njëri tjetrin. Kemi arritur një pikë që vrasim njëri tjetrin për të marrë burimet, për të marrë të ardhurat, për deri këtu ka arritur puna. Çështja shtrohet kur do zgjohemi nga gjoni, kur do ja bëjmë atë pyetje vetes, ore botë nuk shtyhet më kështu. Në jetë kemi lindjen që është vuajtje, kemi smundjet në jetë që janë vuajtje, që na bëjnë vuajnë, kemi mplakin, thynjat, na bëjnë vuajnë, ndjejmë keq. Edhe kemi fund fare pastaj procesi në fundit që është vdekja, edhe ajo është vuajtja vetë. Pra është një jetë, ka gëzime në jetë, nuk dua ta eksagjeroj, nuk dua ta, po që është një jetë me vuajtje. Vetë fakti që nuk ka stabilitet jeta. Çdo gjë lëviz, çdo gjë ndërron, çdo gjë transformohet, çdo gjë. Pra, ne duam të kemi stabilitet. Duhet filluar që nga stabiliteti ekonomik, nga stabiliteti shëndetësor, nga i mendor, nga i shpirtëror, nga çdo gjë duam stabilitet. Një po fakti është që në këtë botë materiale nuk ka stabilitet. Edhe kjo e bën njeriu të vuaj shumë. Ka më mirë se kaq. Këtë duhet të pyesim vetëm. Duhet të ketë diçka më mirë se kaq. Jeta nuk duhet të jetë vetëm kaq. Edhe faktikisht ka më mirë se kaq, ka dhe më keq se kaq. Janë 14 sisteme planetare që ne lëvizim, janë si 14 shkallë. Lëvizim mbas të asaj që quhet karma. Karma është çfarë mbjell do korrësh. Kur mbjell domate, do korrësh domate. Kur mbjell qep, do korrësh qep. Pra, sillesh mirë në këtë jetë, të ngjitesh më sipër. Pra, ku jeta është disi më e lehtë, më e mirë, kur sillesh më keq, do zbresësh më poshtë. Neve jemi diku gështata, si planeti Tokë. Ka planete ku jeta është më e vështirë, ka dhe planete ku jeta është më e mirë. Edhe ne këtë punë hypim, shpresim, po ka dhe një jetë për saj, sepse normalisht një njeri po t'i bëj një pyetje vetes, ore thot, pse do ta ndroj trupin unë gjatë jetës? Pse s'do të mbaj po të njëjtin trup? Unë jam i kënaqur për shembull me këtë trup që kam. Pse duhet ta ndroj? Dhe pikërisht kjo është pyetja tamam me themel, si them që vetëm në momentin që ne vendajmë mendjen që unë që sot e tutje, nuk jetoj më për vetë, po jetoj për Zotin, për çështjen e Zotit. Shpërndaj dritën e tij ke njerëzit. Edhe nëse jetoj atje deri në fundit, shpërblimi ai është. Kalohet pastaj nga bota materiale në botën shpirtërore, nga vim aktualisht. Se gjitha këto sisteme planetare janë botë materiale, botë në të cilat do jetosh, për shembull, unë ngjitem më sipër, do jetosh më gjatë, do jetosh më mirë, më i lumtur, me shëndet më të mirë, me bukuri më të fisme. Po që prapë je destinuar të mplakesh, të vdesësh, të lindesh prapë,
E prap. Pra të kalosh në këto procese vuajtje pa. Por, që të shkosh aty ke destinacione final, do të sakrifikosh një jetë, do të dedikohesh, të mohosh veten, jo të mohosh veten, se nuk ka kuptim kjo. Të mos jetosh më për veten tënde. Sakrifikosh që në mëngjes deri në darkë kur mbjetësh. Të jetosh për Zotin. Prap ngrihet ajo çështja e famshme. Zoti I ka gjitha, çdo gjë. Prap jemi neve që bëjmë çdo gjë për veten tonë. Për të qenë më mirë, edhe për të shkuar atje ku nuk ka më lindje, nuk ka më vdekje. Po shkon një herë mirë edhe nuk kthehesh më. Do punë, do sakrifikosh gjithë jetën, po. Kështu është. Deshëm të kthehemi mballe, tash duhet të kërcejmë mballe. Ose të rrim vazhdojmë të rrim ke kjo vorkulla për tallë, hypë zbritën për shkallë. Nga një planet në një planetin tjetër, nga një jetën tjetër, këma bëdesh. Po të paktën ka një gjë shumë të mirë, që nuk ka vdekje zoti. Nuk ka lindje, nuk ka vdekje. Ne as nuk kemi lindur ndonjëherë dhe as nuk vdesim ndonjëherë. Zoti ka ekzistuar gjithmonë, ekziston dhe do ekzistoj gjithmonë. Ne jemi pjesë dhe parcele të trupit të Zotit. Shpirti jonë është pjesë, si një qelizë që është pjesë edhe parcele të trupit tim. Një i fenomen është edhe shpirti në trupin e Zotit. Është pjesë edhe parcele, është një qelizë e trupit të Zotit. Edhe për sa kohë Zoti është pa lindje dhe pa vdekje, pra nuk ka pasur kur një kohë që nuk ka ekzistuar dhe nuk do ketë kur një kohë që nuk ekziston. Edhe ne që jemi pjesë e tij jemi po të pavdekshëm. Namaste. Shive mirë në tjetër. Faleminderit. Rama